Në mesnatë, Bashkia e Lushnjës ndërmori një aksion të gjerë për dezinsektimin dhe pastrimin e qytetit. Punojësit e ndërmarrjes së punëve publike realizuan larjen e rrugëve kryesore të sheshit qendror, stolave në lulishtën e qytetit, si dhe të hapësirave publike më të frekuentuara nga qytetarët. Aksioni u përqendrua në disa prej akseve kryesore, përfshirë shëtitoren e Kongresit, rrugët Mistomame, Fanoli, Vedut Dokallari, Uan Gogu, Pavarësia dhe lulishtën e qytetit. Sipas bashkisë, kjo ndërhyrje synon përmirësimin e higjienës urbane dhe uljen e pranisë së insekteve gjatë sezonit të verës, kur temperaturat e larta favorizojnë shtimin e tyre. Dezinsektimi dhe larja e ambienteve publike do të vijojnë edhe në zona të tjera të qytetit si pjesë e planit të rregullt të mirëmbajtjes dhe pastrimit. Bashkia e Lushnjës apelon për ruajtjen e pastërtisë së ambienteve publike dhe për bashkëpunimin e qytetarëve për një qytet më të pastër dhe më të sigurt gjatë stinës së verës.